Një video qarkulloi në rrjetet sociale, ku aktoreja dhe këngëtarja Rozana Radi, banore e Big Brother VIP 4 takoi dik në dhomën e dëshirave. Kjo video, e cila ka qarkulluar në TikTok, tregonte qartë që sapo Rozana hapte derën dikush shfaqej para saj, ndërsa Rozana e mbyllte derën menjëherë. Por fansat e reality show dyshuan se Rozana po takoi me ish-banoren Egli Tako. Ditën e dieshme, faqja e Big Brother VIP në Instagram konfirmoi se Egli do të rikthehet në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, teksa u publikuan disa pamje ku dukej se ajo ndodhej në dhomën e barë. Ndërkohë që së fundmi Rozana dhe Gjesti kanë bërë një bisedë teksa qëndronin në ambientet e jashtme të shtëpisë. Rozana e ka pyetur Gjestin nëse mendon që do ta sjellin Eglin në shtëpinë e Big Brother. A thua e sjellin Eglin këtu? A e mendon? E pyeti Rozana Gjestin. Qysh jo? E mendoj, kam patur momente shumë të mira me të. Po diku shkoi gjendja keq, tha ai. E di sa kam mundur ta shfrytëzoj. Nuk e meritonte. Ndoshta ishte gabimi im. Ndoshta duhet të luaja që ta bëja të lumtur, tha ai me ironi. A mendoni se Rozana e di që Egli do të futet sonte në shtëpi? Mbetet për t'u parë reagimi i saj.